kandidatëve. Unë e thash pak më herët, kampioni i votave të pavlefshme është ministri Ervin Hoxha, por nuk është i vetmi, pasi të tjerë kandidatë, emra si Blendi Gonxhe, një tjetër ministër për ekonominë dhe turizmin, ose emra të deputetë të vjetër të Partisë Socialiste si Fatmir Gjafaj, Xhemal Qefaliaj, rezultojnë me qindra vota të padrejta pas procesit të rinumërimit të votave nga administrata e KQZ-s. Kjo ka bërë që socialistët të reagojnë për të mbuluar kështu pretendimet se ka ndodhur një trafikim i votave brenda llojit, pra trafikim votash edhe brenda Partisë Socialiste. Sot do të duhej të ishte mbledhur Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve për seancën për Elbasanin, pas hapjes së kutive të Elbasanit në ditën e parë të procesit të rivlerësimit të fletëve, pasi për Elbasanin u bë vetëm rivlerësimi i fletëve, por pati një tjetër vendimarrje për shtyrjen e kësaj seance dhe ende nuk dihet se kur do të mbahet, pasi pas përfundimit për secilin nga qarqet, pas përfundimit të procesit të rinumërimit, për shembull në këtë rast për Elbasanin, do të bëhet edhe një mbledhje tjetër e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, ku do të dëgjohen pretendimeve të palëve, në këtë rast pretendimet e koalicionit PD-HM dhe në Elbasan, në rastin e Elbasanit e kandidatit Blendi Himçi, i cili ka ngritur pretendimet e tij për manipulimin e procesit, dhe më pas do të ketë një vendimarrje përfundimtare nga ana e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve pas verifikimit dhe ngritjeve të pretendimit nga ajo se çfarë është parë nga hapja e kutive për Elbasanin, nëse do ta pranojnë kërkesën e Partisë Demokratike apo do ta rrëzojnë atë. Kujtojmë që të paktën në fokus të gjithë ankimimeve të Partisë Demokratike për të 12 qarqet e vendit dhe jo vetëm për Tiranën ka qenë pikërisht shpallja e pavlefshmërisë së rezultatit dhe ripërsëritja e zgjedhjeve në të gjitha zonat zgjedhore që i takojnë në 12 qarqeve të vendit. Kërkesa këto që janë rrëzuar nga Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, ndërkohë që e vetmja mundësi ishte pikërisht hapja e kutive. Fillimisht nisëm me Elbasanin, më pas për të vijuar me Tiranën. Sot jemi në ditën e 7, është hapur mbi 60% e kutive dhe me shumë gjas nëse ecet me ritmin e ditëve të fundit ku ka pak një trend më optimist për shpejtësinë e numërimit të votave, mund të kemi një përmbyllje të procesit të paktën brenda fundit të javës të kësaj jave dhe më pas do të vijohet me rinumërimin në qarkun e Fierit, aty ku sërish kemi një përballje prapë brenda socialistëve mes kandidates së Partisë Socialiste Zezhineca Ushi dhe Maldrita Bardho, që janë një diferencë shumë të ngushtë me njëra tjetrën dhe ndoshta procesi i rinumërimit ndonse në thelb është kërkuar nga Partia Demokratike, mund sjell më së shumti ndryshimin e mandatit mes kandidatëve të Partisë Socialiste. Ndalim pak këtu të lutem Marsi, duke qenë se Zezhineca Çaushi ka patur, le të themi, një debat shumë të lartë politik për gjithë periudhës së zgjedhjeve dhe shkthyer tashmë një fenomen. A mund të themi që me këto rezultate, me këto zhvillime nga rinumërimi i fletëve të votimit, mund ta humbas mandatin e saj apo është e sigurt? Po, jo, Eneida nuk është e sigurt, me shumë gjas, të paktën nga se çfarë është vënë re edhe nga trendi i votave që janë cilësuar si të vlefshme fillimisht nga komisionerët politik për 2 qarqet që tashmë janë hapur, kështu do të ndodhë rivlerësimi edhe për Fierin dhe me shumë gjas vota të cilat mund të jenë shënuar të vlefshme në favor të Zezhineca Ushit, ndonse mund të jenë të pavlefshme, siç ka ndodhur me rastin e kandidatëve të tjerë në 2 qarqet që janë hapur, edhe për Zezhineca Ushin mund të humbas vota, pra të dalë me vota të pamerituara dhe do të ketë kështu një ndryshim të mandatit për të arritur që Maldrita Bardho të marrë mandatin e kolegës së saj. Pra, më shumë se për të gjithë kandidatët e tjerë të Partisë Socialiste, por edhe të Partisë Demokratike, apo ndryshimin e mandateve mes partive politike, ajo se çfarë mund të prodhoj vërtet një ndryshim të pritshëm të mandateve është pikërisht rasti i Zezhinecës Çaushit në Fier. Megjithëse duhet pritet që të hapen kutitë e para të qarkut të Fierit për të parë edhe trendin, por kujtojmë që diferenca është mjaft e ngushtë prej 60 votash dhe gjithçka mund të ndryshojë, duke qenë se të paktën deri tani, duke parë nga trendi i kandidatëve të cilët kanë dalë me vota të pamerituara, e kalojnë këtë shifër. Pra, kemi kandidat në qarkun e Tiranës që dalin me nga 160 vota më tepër dhe nëse ky trend do të vijohet edhe për Fierin, shto këtu faktin që ka një ndryshim të mënyrës
se si po rivlerësojnë votat e vlefshme dhe të pavlefshme, me shumë gjaz Zë Gjineca Ushi do